Qeveria shqiptare po përflitet se po përdor një pajisje të quajtur Deep Packet Inspection për të kontrolluar dhe ndaluar qasje në TikTok. Tek ekspertët, ky veprim ka ngritur shqetësime të mëdha mbi lirinë e internetit dhe të drejtën për privatësi në vend. DPI është një teknologji avancuar që lejon monitorimin dhe filtrimin e trafikut të internetit në mënyrë të detajuar. Me këtë pajisje, qeveria mund të identifikojë dhe bllokojë platforma specifike si TikTok, VPN-t dhe rrjetet të tjera sociale, të monitorojë sjelljen e përdoruesve në internet, duke analizuar në kohë reale të dhënat e tyre dhe të filtrojë apo censurojë përmbajtjen, duke kufizuar aksesin ndaj informacioneve të caktuara. Sipas ekspertëve, ndër rreziqet e përdorimit të DPI-s përmendet përgjimi masiv, ku çdo klikim dhe kërkim në internet mund të analizohet. Si rrezik i kësaj situate konsiderohet dhe censura e kontrolluar, pasi platformat sociale mund të bllokohen pa paralajmërim. Gjithashtu, privatësia rrezikon të shkelet, pasi komunikimet personale mund të monitorohen. Por nuk duhet lënë pa përmendur dhe rreziku i abuzimit politik, pasi teknologjia mund të përdoret për të manipuluar informacionin dhe për të ndikuar tek liria e shprehjes. Eksperti Tomi Kallanxhi tha për Blendi Fevziun se bëhet fjalë për një pajisje interneti ku kalon i gjithë trafiku i internetit. Kallanxhi tha se kjo pajisje luan rolin e ndërmjetësit mes internetit dhe gjithçka që vjen prej tij dhe përdoruesit që bën kërkimet. Të plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.